Përshëndetje zoti Aleksoros, mora vesh që kishe dasmën, të ftuar kishe dhe kryeministrin e Shqipërisë, zotin Rama. Ti me gjasa po çuditesh nga letra ime, se as më ke takuar, as nuk e di kush jam, por I kam dy llafe për të t'i thënë. Unë jam avokat, jam njeriu më I sulmuar në Ballkan për ty, dhe ti as nuk e ke marrë mundimin të dish kush jam. Mua zoti Soros për ty çfarë nuk më kanë thënë, dhe ti sërish vajt e ftove zotin Rama. Këtyre këtej nuk u hyn në sy zoti Rama. Madje sa më shumë të takon ty aq më shumë vota I japin. Kësaj here për mandatin e 4 të shpërblyen me 83 deputet. Ushtria antisorosistëve në Shqipëri nuk ka hall zoti Rama. Ka hall si mua të mundal. E plani yt të mos realizohet. Pra plani yt se si Ramën ta zëvendësosh me mua. O më bëjnë tëndin o nuk ka. Plan strategjik. Nuk quhet Rama, jo, as këta të tjerët duan mua patjetër. E di që ti nuk digjo. Po dhe unë boll taksirat e kam pas deri tani. Ndaj që sot duke qenë se nuk më ftove, edhe unë distancohem nga ty. E di që ty nuk të prishet as kosi as gjiza nga prishja e një anshme e marrëdhënieve tona strategjike, por unë kaq kam në dorë, e kaq po bëj.